Janë të shumë të sportistët veteranë që janë të pranishëm në përcjelljen e banesën e fundit për ish voleybollistin Viktor Miraj. Latif Kashi është njëri prej tyre, një ish gjimnast në vite i vllaznisë. Si e kujtoni Viktor Miraj? Kujtoj Viktor Miraj duke ardhur në pallatin e sportit si voleybollist në vitet 70. Ai ishte një djalë shumë i mirë, shumë simpatik, edhe ishte një djalë që ishte një shoqëri shumë të hapur. Edhe ne na ka marrë gjithmonë, që më thonë, ofër se kena qenë si sportista. Kena marrë sa herë edhe kohën kër ishim të gërmullum, po mbledhshim edhe bisedoshim, po njeri shumë i mirë. Bredi juaj, pra, gjimnastika, sipërfaqësonet ju dhe voleybolli. Një moshën për tjerë e ai një vit më i vogël se unë, po kena qenë shumë afër njëri tjetër. Ka qenë një brezjar të sportin shkodran. Po. Ka shku jashtë zakonisht mirë, si gjimnastika, voleybolli, mundja, kinitja, pesha, gjithë, basketboll, gjithë, kena pas një marrëdhënie jashtë zakonisht mirë. Kashi, faleminderit për takimin që dha për. Faleminderit.